Shëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në Dita me ne si gjithmonë në DTV Media. Sot jemi për të trajtuar një temë goxha pak më të ndjeshme, temën e luftës, po ashtu edhe angazhimit të shoqatave. Pikërisht për këtë temë e kemi të ftuar Lutfia Ademi Vogshi, për cilën e kam shumë për zemër këto edhe besoj po ndihet shumë rahat në studio. Mirë se erdha. Faleminderit për ftesën, mirë se ju gjej. Ne po i shohim këtu në tavolinë, kemi edhe një libër. A mundesh me tregu pak për angazhimin tënd ti pjesë një shoqatës për persona të zhdukur? Meqense plagët e luftës na përcjellin vazhdimisht, edhe pse kanë kalu vitet, thojnë se koha shëron plagët, mirë po në këtë rast koha nuk na shëron plagët, neve familjarëve që i kemi familjarë që na mungojnë më të dashurit, edhe unë e kam vllaun e zhdukun, ajo është doktor Adem Ademi nga Mitrovica, për ndryshe ka qenë hirurg, ka vepru në Mitrovica dhe ka jetu në Mitrovica. Unë vendosa të mirem me këtë çështje arsyeja pse mungesa e vllaut më ka shty, mu marr edhe të jam vetë prezent, të shoh vetë rrjedhat e punës, si veprohet edhe si sa angazhohen, se nëse nuk je e kyçur aty pare, gjithmonë e lën dikon fajtor, pa marrë parasysh është apo s'është. Kur je aty vetë prezent, atëherë i sheh rrjedhat e procesit që rrjedhin vetë, edhe s'kam nevojë me i besu kërkujna, jam vetë aty prezente dhe vendosa me hap shoqatën, më marr me pikërisht edhe dhimbja e vllaut, është goxha po edhe vendosa. Plagë e hapur që e cakëm që ende ke dhimbje. Po, dhimbja vazhdon. Do më thonë edhe që 26 vite na ende s'kena gjetë drejtësi, na familjar që i kena familjar të zhdukun, kërkojmë drejtësi nga me na ndihmu ndërkombëtarët, me botrusni në Serbi, që të na ndihmojnë të gjetim familjarët më të dashurit tonë. Për ndryshe që sa vite kalun edhe ende nuk o mbyll kjo çështje. Cilat janë kujtimet më të mira që i ke pas me vllain? Po tash si vllau për motër ka kujtime shumë. Unë e kam pas ata udhërëfys për veti. Ai ka qenë udhërëfys i imi, do më thonë edhe jetën që e kom pas para luftës, ai më ka frymëzu të vazhdoj edhe të bëna efort, edhe të qëndroj edhe pse pas përjashtimit të punës, na përjashtu nga puna, metëm pa punë, mirë po ata e kom pas krah djathtë. Si ke përjetuat momentin kur e ke marrë vesh që ai është i zhdukur? Kur kom kuptu që ai është, kur më kanë thonë që ai është i zhdukun, edhe pse atëherë s'kom kuptu se s'kom dasht me besu. Kur më kanë thonë që është i zhdukun, unë kom thonë jo. Ai ka qenë doktor, i ka shëru ushtar të UÇK-s, për ndryshe ka shërby në Shalë Vajgorës, ai është doktori i parë që ka dhonë propozimin për më bo një spital, vetë më bo një spital për ushtar të UÇK-s që të shërohen aty për ata të plagosunit. Edhe unë komendu, kom thonë jo, derisa është ushtari i fundit gjallë, kam e qenë edhe vllau, po kjo lajm nuk është i saktë, se s'kom besu. Derisa nuk jom kthy në Kosovë, se për ndryshe na kanë përjashtu nga banesat, na kanë qitë në tren, kështu thëmë, mas dite në ora 2 na kanë përjashtu prej banesës, policia, paramilitarët që kanë hitë armatoson, edhe na kanë drejtu nga Hekurudha me hypën tren, kena mri me hypën tren dikon ka ora 11 natës, 12 natës. Edhe kena shku, kam qenë refugjat në Macedonin, Tetov, një familje që sot e përshëndes, edhe i kam me meqë. Atëhere, unë atje kom dëgjua dhe kom thonë jo, së është e vërtet, s'munet me qenë ajo. Pra e ka duke pa besushme. E pa besushme ka qenë. Te kur u ktheva në Kosovë, atëhere pash se gjdo kone kena kërku edhe kërkon se kena gjetë, jo e kena pa atje, jo. Edhe ai kërkon nuk ka qenë, një kohë kena shpresu që është
dikun i bërgosën e për burgjet e Sërbisë. Unë atëherë nanën e kom pas gjallë. E i thëshëm nanës, ajo është doktor i mirë, ajo që na mungon neve familjes, po i mungon krejt Kosovës. Se ka qenë doktor, e ka njoftë shumë mirë profesionin e vetë. E atëherë i thëshëm nanës, ajo është doktor i mirë, i duhet, e ka marrë Serbia, po i duhet edhe atyne, e një ditë kanë me lëshu. E shfrytëzojnë edhe e lëshojnë, ka më këthy gjallë. Mirë po jo. Pikrisht edhe për nonën, pas ka qenë e vështirë kjo pjesë. E vështirë. Me qenë si nona kur nuk o të regu që nuk është ka na beson neve, fëmive. Se ai edhe grunë e ka pas, edhe gruja, edhe në vllazën e tjerë, edhe motrat, edhe gjithë i kena thonë se nona, ajo është dikun gjallë. E nona kur nuk e ka shpreh ata që s'është ka na beson. Mirë po, para vdekjes po. Po, fokusohemi pak tek libre. E përmendë që ka qenë inspirimi kryesor. A mund të na tregu pak më shumë për librin, e dim që janë rrëfime, është pikërisht libër me rrëfime, pra çish ka qenë ai rrugtimi për me shkruar? Kom pas qef që t'jetë një këto janë 10 rrëfime familjare. Unë këta e kom pregadit. A din kur flasim me shkru, nuk jam shkrimtare, nuk shkruj. Po këto janë originali i tregimeve familjarve, para luftës, gjatë luftës edhe pas luftës jeta e tyne në mungesë familjarit të vetë ati më të dashurit. Kështu që i kom 10 familjar, edhe jo mundu të jem me ata familjar të cilët ndoshta kamera televizive nuk kam rri me i gjiru asnjë herë. Se kom pas rast, tashmo kanë kalu vite shumë, edhe familjarët nuk dojnë, nuk pranojnë me dhonë intervista. Kështu, unë gjatë intervistave me ata, kur kam shku me bëj intervista, thot, jo, unë kom bëj intervista, kom dhonë, kur kon s'po ma gjenë, kur s'po ma gjenë, familjanin tem, kom thonë, jo, nga dalë. Edhe unë jam si kur ti familjare, me kon që e gjej, unë e gjej vllaun tem. Mirë po, unë du me punu edhe për juve, edhe për veti, edhe kur ja kom spjegu që ajo do të shkruhet një libër, që nesër do të lexon dikush, do t'jetë kjo është një dokument, do me thonë është dokument çka kanë bë Serbët në Kosovë. Çfarë vrasje kanë bë, çfarë dënime kanë bë, çfarë maltretime kanë bë, çysh i kanë maltretu, krejt familjarët kanë folë vetë, edhe është original edhe shprehjet, edhe biseda original me banorë, me qytetarët gjatë luftës që kanë vujtë. A ka qenë e vështirë me marrë këto intervista, për shkak se edhe tema është goxha prekse dhe emocionale? Ka qenë e vështirë, të thëmë drejt kështu që une, pse ndoshta ka njerëz që punojnë shumë për këtë çështje, mirë po, une pse jam vetë e prekne, për mu ka qenë pak më e rëndë. Se do me thonë, unë bisede me ata e kom përjetu edhe vetë. Shpirtnisht kështu, masan dhe jom lëndu, mu ka desh një kohë pak me pauzu, për me marrë vetën, edhe me vazhdu intervistën tjetër, bisedën tjetër me tjetërin familjar. Se nuk është e ditë. A ka pos ndo një rrëfim që me të vërtet ndoshta ka qenë më i dhëmshme nga këto? Ka rrëfime, është këto një zonjë e cila javrajnë burrin, javrajnë 2 djemët, një nuse 3 jalojnë me një fëmi, tjetër nuse 7 zane, edhe pasi që kthehen prej luftës në shpe, atëherë ajo kthehet veç me pleq, nuset shumë 3 dalin, ajo e merë fëmion që e ka pas, ajo tjetra fëmion që e lindë, dalin me fëmi, edhe ajo jetë veç me pleq, edhe i vdesin pleqt, edhe ajo jetë vetëm shpi. Do më thonë prej asaj familja atë që gjanë, lufta sa e ka shkatru ato. Edhe të regon, thot, tash mu kanë rrit nipat, edhe vine e vizitojnë gjyshën. Dhe shumë e ranë është. A mundën e me na lezu ndonjë pjesë, të ndonjë rrëfime, cili me ndoni që du të me pas vëmendje të publikut? Këto është një rrëfim i kthehet ritmi i zemrës,
së plagosur. Atëherë në atë kohë ka qenë vetëm kirurg abdominal edhe e ka operu njenën që e kanë therë me thikë në zemër. A e ka pas jetën shumë në rrezik, edhe nëse e dërgojshin ma tutje edhe me helikopter, atëherë a i do të vdeste edhe kjo e merë për sipër, edhe e merë e operan vetë, edhe sot është a i djalë i gjallë, edhe shpëtan. Edhe kur pyesin thotë se si e operove ti atë fëmijë, atë një djalë 3, thotë derisa s'ke qenë kirurg i zemrës, atëherë kjo thotë se mu ka kujtu profesorin në specializim në Kroaci, ka pas një rast parapërsisht, thotë ku marrë pjesë në atë operacion, thotë edhe tu e operu, edhe tu e kujtu profesorin e vetë, edhe thotë njëjtë si a i kom vepru, edhe ka pas sukses. Sot është fëmiu gjallë. Pa tjetër është një ndjenë shumë e mirë pësaj kur isha këto rasta. Do më thonë, kjo ka ndodhë vitin 1981, ku ka shkrujt gazeta Rilindja për të. Edhe kur u plagos këto Teta Hermeja, kur ka qenë, do më thonë, në rasti i parë që Serbia ka fillu me në popullin shqiptar që i ka bo veprat e para që i ka bo 1981. Kjo është shtëpia në Teta Hermeja, janë plagos 2 vajzat cilat janë ka ofruar ndihmë mjekësore, pastaj kur ndodhen helmimet e nxënësve, ka dhenë një kontribut jashtëzakonisht të madh me stafin e spitalit, pastaj gjatë greves seminatorëve të Trepçës prej ditës për ditës që ndruan pranë tyre deri në ditën e fundit kur kanë dalë prej minjerës. Ka marrë pjesë edhe në pajtimin e gjaqeve në shalë të Bajgorës në kohën e vitit 1989, kur kanë ndodhur demonstratat, kur fillon edhe vrasjet masive edhe përndjekjet e shqiptarve, atëherë stafi medicinal në Mitrovic patë një trajtim krejt tjetër prej kohës së mëhershme. Në Mitrovic janë krijuar një numër shumë i madh i operacioneve në krahasim në vendet e tjera në Kosovë. Do me thonë operacionet e shtetit sërb që i ka bo në Mitrovic. Për arsye se këto, adin më së mirët ajo operacionet, se ka qenë kjo kirurg operacionet spitale, po operacionet kështu në popull që i ka marrë. Funksionon të reparti i kirurgjisë, e s'ka pas nevoj pacientet të dërkohen në Beograd ose Prishtinë. Pas rastit të minjerës, ndodhë një bombardim në tregun e Mitrovicës, kur e kanë qitë bombën në treg të Mitrovicës, JRS dhijat kujtohen, aty ka pas të dërkohen të vrarë ka pas shumë, qenë edhe 27 të plagosur, pa gjymtyr e plagë të tjera të rënda. Të gjitha ta janë trajtuar e janë shënuar ku shumica në spitalin e Mitrovicës nga dora e vetë doktore Ademit. Pas grevës së 1 shtatori të vitit 1990, fillun diferenca dhe largimi masiv i shqiptarëve nga spitali i Mitrovicës. Doktor Ademi është larguar me dhunë në mesin e 12 doktorve, teknikve dhe motrave medicinale. Ata u larguan si të pa dëshirueshëm të nënshkruar me vendimin e shkëputjes së marrëdhënieve së punës për shkak të pjesëmarrjes në shërim masiv të shqiptarëve. Do më thonë, veç pse i ka shëruar shqiptarë, u largu prej pune, e ka pas një kusht që Ademi ka qenë doktor i mirë, ka qenë i kërkum prej popullit, pa marrë parasysh smundjen operacionit që ka pas. Atëherë këta ja kanë bo kusht që nëse ti pranon me i pranu pacientat e me i operu na, atëherë mundesh me vazhdu punën. Pra ka qenë si kurzim? Si kurzim. Atëherë ky ka thonë, unë ata nuk e bëj, atë pacient që e pranoj unë edhe ko me operu,
edhe atëhere e ka largu si i papranueshëm në sallë të operacionit, do me thonë ka qenë ky pengesë, edhe e largojnë prej punës, mirë po pas largimit punës, a i vazhdon haptas, me shërhu ushtartë, me shku në shalë Bajgorës, ka shku deri dikun rrugës me kërët vetin, masanej deri një fshat aty afër është Sprokonica. Po gjithmonë ka gjetë zgjidhjen për me ndihmu njerëzve. Atëherë ata kanë dalë, kanë marrë me kërë matutje, aty e kalon kërën e vetë, ka vazhdu në shalë Bajgorës edhe atje ka shëru. Ka shëru edhe këne që edhe në Prekaz ka marrë pjesë. Ka shëru edhe kënena ka fshati Pontine, Oshlane, gjdo kon ku ka pas njerit plagosur, ose që ka pas nevoj për ta, a i ka qenë aty afer. Edhe sigurisht thëmë vestën për atë shkakun e sot se kam vlau. Do me thonë veç pse ju kanë ndihmu popullet shqiptar, edhe pse ka qenë shqiptar. Po besoj përveç dhimbjes, një emocion tjetër është edhe krenaria, cilën po është shumë gjallë këto. Po, krenaria është shumë e madhe kur takona me njerëz, edhe më duket nuk ka njeri që takona edhe prezentona kush jam që së thot ma ka operu babën, më ka operu mu, ma ka operu grun, au këta kështu, edhe në autobus bre kom pas rast që të regojshin qysh për shembull, sa ai ka qenë mjek që të ka shëru edhe me fjalë, jo veç me vepra. Dhe më thonë qaq letë të ka bind për me hi në operacion, s'ke pas shumë ngarkesa, ato mu më bojnë shumë krenare më një, edhe më thonë më bërë motra e kujtje. Edhe më burna me emën të atina. Të më dëvesh të pajto me thonë këtë pjesë edhe përshë që edhe kene pak emocione për momentin, sepse rikujtimi i këtyre kujtimeve besoj e këthen prapa dimjen edhe mungesën. Normal, emocionet për cilin, kur flet për kësi raste, pa marrë parasysh, unë ndoshta përjetoj pak ma ndryshe me emocione shpirtnore, pse edhe vllaun, mirë, po për si cilin familjar që bisedoj me ta, ata kur të regojnë rastet e veta, më duket, sa e dhimshme, ndo njëherë e harroj vetën, sa më dhimbën ata kur të regojnë rastet e veta të familjes. Pikërisht këtë kohën e luftës, ju keni qenë më re dhe se i keni përjetu jo, që aty janë ato ndoshta kujtimet cilat ende i keni të freskëta në tru. Unë për ndryshe kom punu në televizion të Prishtinës. Edhe më kujtohen si kur sot puna e lëmimit të nxënësve, Kurish. Më kujtohet demonstratat. Gjatë demonstratave për ndryshe kom punu afër banesës, afër domave të studentave, konvikteve studentave, edhe kur jom bo demonstratat, unë e kom marrë kom strehu shumë studenta në banesë, edhe pse ka qenë shumë e vogël banesa, po zemra shumë e madhe, edhe i kom marrë i kom strehu se për ndryshe ata kur ikshin prej domave studentave, atëre këta sërt që kanë qenë në për banesa ju gjujshin ujtë nxehtë prej dritareve, prej terasave, se dishin që krejt ata që apo ikun janë shqiptar. E i kom marrë, i kom strehu, i kom majtë gjithë natën, në istrit mëngjes, ka dal, kanë shku. Ma te për s'ku mujtë me ju ndihmu diçka, po strehimin ju kom po. Më kujtohen edhe shpallja e shpallja e pavarur Kosovës Dykoriku, atëherë kem punu në televizion, si sot më kujtohet, kur u shpall Kosova Republik në Kaçanik. Atëherë në atë televizionit, e shumë këngën, mas në e prek një lumë të hurinë. Edhe u shtajke televizioni Prishtinës, edhe krejtë sërbë dullën prej pune. Mirë, po pas një kohë shumë të shkurt, ata në largun neve dhe vetën. Në banes i kom pas shumicën e fëqinjeve, i kom pas të sërbë. Ka qenë, gjdo minut ke prit, mos po të vinë që ta shënderë, mos po të vinë, me qenë se Slobodan Miloševići ju dha armën gjithë sërbë, kanë qenë të armatoson,
edhe gjdo ma të ke pas atë presionin psiqik. Kështu që kur filloj bombardimi i NATO-s, shkova të kunatin, banes, se isha veç me të mi banes tem, atëherë atje jena mlidh, sigurisht kena qenë 24 vetë antarë të familjes, edhe tjerë familjarë krejt jonë ardhë aty, edhe kur në kanë hi sërbët dvizatum me armë, edhe thot, a jeni krejt shqiptar, sërbesht, na po, thot gjithë me dalë poshtë, edhe me shku në stacion të autobusa. Mirë po aty, të kunati ka qenë një sërb, i veshon, që aje pa të largu familjen, gjdo mbramje i bike sërb, paramilitarët, edhe ata kinë se po dathem, krejt i pështetëshin automatat e dira jonë. Shto që ka qenë të merë, pritëshëm apo na hin tash ajo, dritat nuk u dzëshin me i dhez, pa asni dritë natën, si banesat mo qysh janë në ndëgjohen, hajtë sa ma pak me hecë, mësë më ndëgju hapat në për këshi, edhe qështu ka qenë të mere i Zotit, diri sa edhe kur na kanë qitë në tren, mo ka qenë qatë shtumër i madhë, i banorve, po thamë dhe prej orës 2 mazdite kena hypë dikun 11 natës, se njerës të ushty për me hypë në tren e me dalë, anena, po na ishëm me thmi plot, s'mu ishëm më ushty, si kur disa për me hypë në tren, edhe u desht me prit deri në vdha shanca që mundëm me hypë t'i qysh. Mirë po, si sot më kujtohet, dikun ka Qaniku e ka nalë trenin, 2 orë ka nejtë një vend, edhe aty sigurisht jënë hi e i kanë zgjedh njerës, kanë ka dasht, edhe kanë ka dasht e kanë marrë prej trenit e kanë zirë në dismalit. U konë të mere i Zotit, Edhe kur kena zbrit prej trenit, në kanë prit policia, sërbet gjithë të armatosën, edhe në kanë drejtu, anena me shku krejt, në Blace, kësa ne në Blace aty gjithë natën, me shi, pa asni tesh me veti, pa asni qadër, pa asni plaf, pa asni mbules, ta natën shi ka ra. Pikrisht edhe me fëmijë, është ma vështirë, si shmonë. është ma vështirë, se është vështirë kur e sheti fëmijë o jetë që pej përjeton krejt ato sene, është shumë vështirë. Nështë edhe ndikon edhe në kokën e tyre, pranë psiqi. Normal, psiqi. Sepse kur rritësh duke po asiloj Tash një ditë e kishim një takim me një psikologe, edhe unë e pithom asaj ndoshta na jena popull pak të gotshëm, se na pas luftës që jena këty në Kosovë, na krejt kena pas nevoj fillimisht me bisedu me psikolog, pas andej mu vazhdu jeta, e neve nuk na ka ofru kërkosh ato. Se ato traumat e luftës neve vazhdimisht na përcjellin. Se kena jetu, edhe sot jena aty, edhe sot jena me trauma. Po pa tjetër, ndoshta mundet në sandi vogël, me ja kujtu ndoshta një ngjarje shumë që ka qenë e rëndë emocionalisht për juve. Kujtohet një ditë e marru në vajzën edhe dalë prej banesës me blet diçka lokal. Sa him lokal, afrohem gatë frigoriferit, këqyre ma ka diçka për me marë, edhe hin një paramilitar i veshon sëmbë. Kur nuk e harraj, automatin e qiti të aj personi që punoj kënë shqitore, të kaca, edhe janë lëpki paret. A i tha, s'kam, qëto i kam krejt, paret ose po të vras. Edhe tash në qaj ishim mrena, krejt pritëshim që momentin, aj ape vran edhe ata, edhe me automat, apo na mshon të tonë neve, apo na vret gjithve neve aty që jena mrenda. Mirë po, aj djali i kish pshif me një dollap paret, dhe aj shkoj me i marë paret, kuj shkoj mrapa, edhe na qakem shitore, o tërhekim, edhe ekim dullëm prej atyjet. Aj ka qenë momenti, veç kena prit kur po na vrasin. Pikrisht ndoshta një fëmijë nuk dohet, kur me po një orë një tyne,
amo ka qenë koha cilë unë është ta normalizume për ta që me pak si lloj situata të ronda. Po nuk duhet, po të jetëshin që ata. Jetëshin. Se shë sot dhe shë nesër, se shë mas nesër. Nuk ka. Pikrisht edhe ankthi, kemi edhe titullin e librit në fakt të jetosh mes ankthit dhe shpresës dhe besoj që ka qenë titulli i cili ka përcaktuar një farë mënyre mas mithi këtë barrën emocionale të plagës të luftës. Po do me thonë, na bili familjarët që i kena familjarët, unë e thonë të kitë na punë, na gjdo herë kena ankth, se gjdo herë presim apo na vinë, a na vinë të gjallë, a na vinë të vdekun, a pe i gjemë, do me thonë gjdo herë presim kur flet dikush një lajmë për çështjen e të pa gjeturve, do me thonë gjdo herë i kena vesht e hapun, i drejtohemi e ekranit, ose i drejtohemi në i personit, si qyshe kena komisionin për qeveritar për të zhdukun, kem takime edhe me ata, bisedojmë, tregojnë diri ku kanë mri, sa kufoma i kanë gjetë, për shembull këtë vit, gjatë tanë vitin, ku kanë gërmu, ku kanë dërmend me gërmu, ku i lënë Serbia, kur ju jep lejen ata, kur munën me marrë lejen prej Serbisë, për mes ndërkombëtarëve me shku me gërmu edhe me gjetë diçka. Mirë, po edhe ndërkombëtarët nuk besoj që nuk i dinë, se kanë qenë incizimet satelitore, nëse i marrim krejt incizimet satelitore, atëherë kishim me i gjetë pa probleme, po nuk e di pse. Arsyeja zgjat kaq gjatë bëhet për më kërku një incizim satelitor, se për ndryshe vllau nuk është vetëm që është duk një person, ajo është veti 23, do më thonë 23 njerëz, kjo është masakër. Kjo është një masakër, 23 njerëz t'i shduk shti edhe më zdish as metodën, as mënyrën, as metodën e vdekjes, as mënyrën e varrimit, as zdin fare kur gjë për to, kjo është një masakër e Serbisë. Nuk është vetëm vllau jam që është i zhdukur një person. Po, aty janë 23, gjithë është grupi intelektual në krye me doktor Adem Adimin. është shumë e ronë. është shumë e ronë. Qatë kanë qenë ato reagimet pas publikimit librit, se besoj e ke qitë ndrit këtë situatë, këtë çështje? Pas publikimit librit, tash me rrjetet sociale, kum pas thirrje telefone mjaft, edhe kum pas takime me njerëz të panjoftun, se thot e kum pa librin, ose e kum pa në lajme, kanë lajmëru, ti je motra doktorit, qysh kishëm mujtë marrë deri te libri. Unë kum thonë librat nuk i kam shitje, veç muj me ju dhuru personalisht, për ndryshe edhe instituti për krime luftës, e ka këtë libër si dokument, se neve plesht po na vdesin, ata dëshmitarët po shkojnë, do më thonë kjo është si dëshmi e krimeve të luftës, na duhet me mbledh sa ma shumë me pas mundësi kësi raste, këto intervista janë reale, se ata e përshkruajnë jetën e vetë, që të kena dokumentacion nesër me pas dokument kundër Serbisë. Besoj që mirë, po fatkeqësisht që këto raste i kanë bo politik, se kjo është rast human, ishtë duft tjetë rast humane, që të gjindën të gjithë. Mirë, po fatkeqësisht, sa do më thonë edhe pas 26 viteve Serbia qaq ka mendu që neve me nalon me vujt. Edhe 26 vit tjera, qaq keq ka mendu sa me nalon me vujt. Andoshta edhe ta njetën, unë i diri sa e kom frimën e fundit kom e kërku vllaun, edhe kom e punu, kom u mundu me punu edhe me ju dal krah familjarëve që i kanë personat të shtukën. E keni tash këtë pjesën që e keni motive në pra vllaun edhe për ata dhe keni pas qef me konë të përfshim në ullumtimin edhe për ata jeni përfshi edhe në shoqat.
Cilat janë angazhimet tuaja në shoqat? Cilat janë bashkëpunimet? Unë e kom shoqatë ndriçimi i jetës. Atëherë, ja kom dhonë titullin ndriçimi i jetës, do me thonë, këtë titull ja kom dhonë që ndoshta jeta ndonjëherë do të na ndriçon, edhe neve që si kem familjarët. Po, takimet me familjar, për të pa gjetur, angazhimi, kur takohemi me familjar të pargjeton, për shembull, tregojmë rastet ku çka u zbulu, ato informacionet çka i marrim prej komisionit qeveritar, ju jepem informacione deri ku kanë vri atje, ku shto, edhe na më duket jena 24 shoqata, do me thonë krejt qyteteve të Kosovës, edhe kena formu këshillin, e kena zyren, takohemi me këshill, aty bisedojmë tash për problemet, nëse dikush prej familjarëve shpreh ndonjë problema, ose shpreh ndonjë kërkesë, ose bisedojna për kërkesat e familjarëve, ata dojnë kështu, që tash në kohën e fundit, për shembull, o bisedu edhe për pensionet e familjarëve, ku familjarët, nëse e kanë pas një person të vram, ai edhe pse u dal vetëm pension, e ka pas kusht me zgjedh cilin pension e don, a ato të fëmis që i mungon, apo ato të vetin. Tash, gjykata ka pru vendim që familjarëve me ju taku dy pensionet. Edhe ai i veti, edhe ai i fëmis. Do më thonë, për këto raste i njoftojmë familjarët. Kështu që për takimet ata janë të kënaqur kur njoftohen edhe din diçka më tepër. E përmendëm bashkëpunimet me ndërkombëtarët, si funksionon kjo pjesë? Kështu. Kem takime edhe me ambasadora, edhe me ndërkombëtarët, edhe unë po mendoj ndonjëherë çaq zhgënjena, sa thom, kur isha kështu me një sy, që ata kanë ardhur në Kosovë, kryejnë emisionin e vetë dhe shkojnë. Deri tash unë nuk kam parë një sukses. Ambasadorat që janë në Kosovë, që kanë pas një sukses, dikon përmes tyne u bune intervencë, dikon edhe u kryejnë një punë. Po, e kanë obligim, e kanë, qysh me thonë, e kanë një obligim moral, mu taku me neve edhe me na dhonë shpresa. Për ndryshe, shpresa na mban neve, po kur i shoh shpresat e atyne, se kalon një vete, kalon 2 vite, edhe prap takosh, edhe të thot njëjtat fjalë prap, ndrohet ambasadore, vjen tjetër, takosh me ata, i ka fjalët e ati që ka qenë më herët, atëherë ti e sheh që ata këtu i punë i kanë zyrtare, e moralisht duhet me na ndihmu, Po ndoshta ata nuk janë atë shumë emocionalisht përfshirë sa jemi ne. Po, jo, ata emocionalisht nuk janë, po ata kur vinë në Kosovë, e din Kosova që ka përjetu, e din Kosova, ata e din paraprakisht sigurisht thëmë ata njoftohen, ku shkojnë, në qëfar shteti shkojnë edhe qëfar raste ka atje edhe qëka kërkohet prej atina. Në takime, për shembull nëse kërkohet takime me familjarët për të zhdukun, a e din shumë mirë se qëka kërkojnë familjarët. Paraprakisht ata janë të përgatitur. Mirë po edhe qeveria jonë, edhe unë mendoj, thëmë, derisa nuk gjendet i fundit, thëmë, gjithmonë ka me thonë qeveria s'ka bu kur gjo. Pa marrë parasysh sa janë gjetë edhe sa kanë metë. Do me thonë tash kanë metë, kanë qenë 1600, tash janë gjetë disa kufoma, janë 1580, po thëmë prapërsisht, pse na numër të sakt kur nuk mundu me dhonë, se gjdo dit mundet mu zbulu gjatë gërmimit edhe dikush, kështu që numri nuk është i sakt kur. A keni ndonjë kërkesë të veçantë që e përkoni nga shteti jonë? Kem kërkesë. Unë për shembull për veti kisha me thonë se gjatë gërmimeve, çfarë arsyetimi është kur doktori
thot, i kena nalë nga gërmimet për shkak motit keq, të ligë, për shkak motit ligë. Edhe une mendoj, a ka arsye moti i ligë për gërmime? Nuk ka arsye, se gjatë dimnit pregaditën dokumentacionit, do me thonë, administrata duhet pregaditet gjatë dimnit, që gjatë verës të gërmohën, se une e kuptoj kur është moti i ligë nuk mune. Mirë po të na, mushet mendja që gjatë verës pregaditet dokumentacioni, administrata, gjatë dimnit koha, moti i ligë edhe nuk i len me gërmu. Kjo nuk më varet për i Sërbisë, atëherë kjo më varet për i neve. Tonë duhet jenë ma vigilent t'i krynë qito punë, për mës me nalon neve familjarve me dyshu a thua pse kjo ndodhë. Cili do të ishte një mesazh për gjithë shikuesit tonë edhe për ata që ndoshta e kanë një plagë të hapur si kur jo? Mesazhi mendoj për familjarët që e kanë plagën si unë, mës të hezitojnë, le të ngritin zërin, le të kërkojnë drejtësi. Do më thonë, vetëm drejtësi, le të gjykohen ata që i kanë bërë veprat, edhe le të dalin para gjyqit, le të marrin dënimin e meritum. Mirë po familjarë duhet të ngrisin zërin, të bëjnë trusni mas pare qeverisë tonë, e qeveria jonë, të ndërkombëtarët. E kjo është një lloj zinxhiri, taj zinxhir ndërkombëtarët të sërbët. Se si e thojnë ana, fëmijë pa qajt nana as nuk e ushqen, edhe na nëse na familjarët nuk e ngritim zërin, atëherë qeveria jonë flen, ndërkombëtarët heshtin, edhe kalojnë vitet edhe gjithçka kalon heshtje. Faleminderit shumë që ishit me ne në studio. Ka qenë goxha një intervistë, që besoj është pak e rëndë dhe zbesoj që ju kemi mundu shumë këtë aspektin emocional. Faleminderit për ftesën. Intervista çdo herë kur flas për këto, për vllaun edhe për familjarë të zhdukun, une ndihem e njëjtë, si ditën e parë, do më thonë, si edhe pas 26 vite, mirë, por nuk pritoj të flasë, nuk pritoj të ngriti zërin, edhe për vllaun, edhe për tjerët, se jo vetëm për vllaun, edhe për familjarë tjerë, derisa nuk gjendet i fundit. Kështu që familjarët e los dhe të flasin, dhe të bëjnë trusni qeverisë tonë. Faleminderit shumë Njarë. Faleminderit. Atëherë dashur shikues, kaq kishim për sot. Mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 deri në takimin e radhës. Mirupafshim.